ka qenë një moment I cili u tregu qartë që ai kishte mllefin sepse pretendonte të ishte finalist dhe ai nuk e pranon humbjen. Një person që nuk pranon humbjen nuk mund ta marrësh jo shok, jo mik, po edhe ta kesh armik, normalisht nuk do t'i japësh as dorën. Është akoma më e rëndë. Pra do të thotë që personi nuk ka pranuar dhe nuk pranon kundërthënjet. Pra është një person I cili për mua konsiderohet një serb. Pra e kupton, pra mënyra se si ai veproi ndaj një kosovari dhe madje dhe fjalisë që tha, duke edhe vetë televizioni, televizioni bëri dhe një nder Jozet, po nuk e kuptoj. Pra këta janë njerëz të cilët janë të paftyrë. Pra ti bëre një goditje kaq të rëndë ndaj një kosovari, duke I thënë atë fjalin që unë s'doja të përmend, dhe televizioni të bëri një nder që të shplaje atë mëkat që bërë në sy të kosovarëve, dhe ti vajte, çfarë bërë në fund fare, aty kur ti patë shansin të riktheje dhe të ribëj dhe kërkoj dhe falje, ma jo mëkate, çfarë janë këta? Këta janë hipokrit, më sy për sy janë hipokrit. Kërkoj dhe edhe falje, dhe pasi faljes, ti e gjuajt e tjetrin. Ati që I kërkove falje. Kjo e parë. E dyta, e që më kujtojnë këta të cilët janë fetarë, që falen 5 vakte, shkojnë në kish, shkojnë në xhami, shkojnë në ku duash ti, në çdo fe, kupton? Dhe sa po të dalin, fillojnë të hapin gropën komshiun, hapin gropën tjetrit, fillojnë edhe e bën tjetrit për me vra veten. Pra, këta nuk janë fetarë. Ta thjesht janë hipokrit, të cilët jetojnë në një jetë hipokrite, po ata nuk quhen fetar. Fetar mund të jetë një person I cili për mendimin tim mund të jetë edhe alkolizuar, ai të jetë më fetar se sa ai I cili shkon nga mizë deri ndak në kish, e thot Zotin fal, Zotin fal, Zotin fal. Ai është më mëkat. Ndërsa një tjetër I cili nuk e shkel, ose nuk I bën ato që duhet bëj, ai për mendimin tim është më I shenjtë se sa ai I cili thoshte më fal, po shejtani, djalli dhe kështu. Të isha opinionist në atë unë, normalisht do të thojë që në fillimin e parë, ti nuk e ke problem as me shejtanin, as me djallin, po e ke me veten. Dhe ai problemin e kishte pasur që në fillim me veten. Ta nuk besoni që shejtani I është futur? Jo, ai ka pas shejtanin nëse veten e tij. Pra, dëftyrësia është hipokrizia, është aktrimi. Pra do thotë që ai e ka pas vetë gjë, edhe nuk ka ditur ta menaxhoj brenda, sepse nuk pranonte humbjen dhe përveç kësajt, ai doli nga loja. Pra për këtë arsye, kuptoi se gjesti edhe e fiton Big Brother dhe ai në momentin e fundit egoa e tij personale arriti në këtë fazë që ai të jemi realist e goditi për arsye inati, pra nuk pranon lojë. Pra është kush do të bëj një lojë me atë, duhet ta mendoj mirë sepse ai nuk pranon lojë. Unë mendoj se edhe gjesti do ta shikoj në një moment të dytë dhe besoj se do të japi një përgjigje. Tani do të jetë ligjore apo jo, është çështje e tyre, është burrat besoj ta që gjejnë vetë rrugësidhjen dhe përveç kësaj krushti me grusht lahet. Avokat, ka pasur shumë reagime nga, jo vetëm po themi nga shqiptar, po edhe në Kosovë ka pasur shumë reagime. Madje në rrjet po qarkullon një video që disa persona kishin vajtur pranë komisariatit numër 6 dhe I kërkonin gjesti dil ku je. Si e gjykoni këtë veprim dhe a duhen po themi marr masa për te masave ligjore? Tani secili përgjegjësinë penale e ka për vete. Nëse këta bën një grup dhe duan godasin dikë që bën një veprim të gabuar dhe të futen në burg për një person që për mua nuk ka vlerë, të jem realist me ju edhe unë kam emocione dhe kur mendoj të bëj një gjë, kur më fillon edhe se është momenti ai, them unë, atë shkojnë në burg për surratin e tjetrit, po s'ka pikë vlerë kjo gjë. Pra, unë I ftoj ata të mendojnë përpara veten e tyre, familjen e tyre, dhe të peshojnë kë do shkojnë të merr, me çfarë do merr. Të futen në burg për një person që s'ka pikë vlerë për një shoqëri, po edhe sikur të kishte vlerë për shoqëri. A do shkosh ti në burg për diçka që s'ka vlerë fare? Edhe sikur të kishte vlerë, prapë nuk ka vlerë. Prandaj mendimi im është larg këtyre gjërave dhe unë jam I bindur dhe gjithmonë unë kam edhe një aleat që quhet Zoti. Unë e lej aleatet më të fuqishëm që është Zoti. Edhe jam I bindur që Zoti
vonon, po nuk harron edhe jep atë verdiktin e vet. Prandaj unë them gjithmonë, keni kujdes, mos bjeni viktim të njerëzve të cilët duan të përfitojnë nga ju dhe ju mendoni gjithë përpara veten tuaj, familjen tuaj dhe shikoni personin që doni t'i bëni një dëm për shkak se ju a ka bërë dhe shikoni, ja vlen të shkosh në burg për një fundërim? Nuk ja vlen. Pra nuk ka në kuptim a ka vlerë apo s'ka vlerë, po nuk ja vlen të shkosh për një fundërim në burg. Po çfarë do lloj fundërim, e kupton? Mund të jetë me pushtet, mund të jetë pa pushtet. Jo. Shiko atë dhe thjesht thuaj vetes, leja Zotit fundërinën ta çoj atë ku meriton. Avokat, ju folët pak për sjelljen e Loredanës. Po themi vajzës me të cilën ajo kishte një lidhje me Jozin. Mendoni që kjo ngjarje, po themi, duhet të jetë dhe një reflektim për shoqërinë lidhur me, po themi që duhet kemi më shumë kujdes që vajzat ta njohin më shumë një personazh dhe pastaj ndoshta edhe të lidhin jetën e tyre. Po, sidomos për vajzat, për gratë në të tërësi, duhet të jap një këshill që duhet kemi kujdes absolut nga meshkujt të cilët hiqen sikur janë garipa, hiqen sikur janë të fortët e lagjës, dhe në fund fare ku përballen përpara drejtësisë e gjyqësorit, i shikojmë ne avokatët se si sillen që të dalin nga burgu. Mesazhi im për vajzat është që keni kujdes sepse jo çfarë shkëlqen është flori, pra flori ose diamant ose diçka tjetër, se mund të dali si rasti i djershëm. Prandaj duhet keni parasysh që dhunuesi asnjëherë në rastin e parë nuk do ju duket dhunues, do duket një person sikur është viktim e dashurisë tuaj dhe ju jeni autorja e cila e çoni ku do qefi ju, por normalisht ai pas një kohe të caktuar do shfaqet fytyrën e vërtet dhe do të jetë më i egër, jo në aspektin e dhunës fizike, po më i egër në aspektin e kontrollit. Pra aty ku shkoj në shkollë do të thosë s'ka pse të shkosh në shkollë kur unë jam pa shkollë, aty ku ti dilje me kafe me shoqë do të thotë shkuptin ka shoqëria kur jetën po ta bëjmë bashkë, aty kur ti kishe një jetë akoma sociale, ai do të bëj ty atë që themi si ta them, një rast më ekstrem, do të bëj që ti në mendimin e ti të jesh një person i cili të jesh shërbëtori ose shërbëtorja e ti nga mjesi deri në darkë dhe në fund fare do të thotë që ti jetën e ke në shtëpinë time dhe nuk e ke përtej shtëpisë time, do thoj një shprehje tjetër, por nuk më lejohet për shkak se nuk dua ta ul vet nivelin, e kupton? Por ata të cilët e dëgjojnë do ta kuptojnë qartësi që mund të jemi edhe në këtë situatë që vajzat bien viktim të këtyre me thënjza bukuroshave të cilët kanë atë lezetin që kanë atë gariplikun e cilës nuk është gariplik. Unë di që garip është ai i cili nuk shfaqet dhe ai është më garip edhe më trim se ata të shfaqen nga bukuria ose nga veprimet të cilët i bëjnë thjesht sa për me treguar sikur janë, por në realitet janë zero me xhufk.